Ka autizmi shërim? Nuk ka shërim, por ka trajtim, edhe funksionalitet fëmijët. Do me thonë, një fëmijë me autizëm, nëse diagnostikohet edhe trajtohet, menaxhohet që ashtu që duhet, mundet me funksionu krejt normal. Po, mundet me funksionu krejt normal. Për shembull, kemi pa do persona që kanë çrregullim të spektrit të autizmit, por që janë super inteligjent, që mojnë men numra, mojnë men shifra. Kjo më herët më duket u njoh sikur sindroma Aspergerit. Po, tani me DSM-5 nuk është sindroma Aspergerit, vetëm një individ me inteligjencë lartë dhe sigurisht që shtetet e avancuara investojnë te këta individ për arsye se nëse ti ata kanë një talent caktuar në drejtim, shkëlqejnë në drejtim. Do të thonë, një person me autizëm mundet me super shkëlqy me një fushë të caktuar. Në art, muzikë, në IT, matematik. Do të aty ku nuk nevojitet interaksioni social, ata shkëlqejnë.